Informacion, pse sot janë të mbyllura dyert e kuvendit dhe shpjegimin e kam krejtësisht teknik nga njerëz se cilët nuk i takojnë asnjërit ta bërë politik, e them me shumë kredibilitet. E them me shumë kredibilitet, jo nga njerëz ekspert, të cilët realisht i dinë rrjedhët brenda kuvendit. Kur protokollohet, kur bëhet një kërkesë për seancë të jashtëzakonshme, protokollohet në momentin që protokollohet i drejtohet kryesuesit ose kryetarit të kuvendit. Kryesuesi dhe kryetari i kuvendit, në fakt ose kryetari i kuvendit e dërgon tek sekretariati. Sekretariati njofton drejtoritë përkatëse. Kur shkëputur zinxhiri, më thon, sot është kërkesa protokolluar, nuk ka pasur kujt t'i dorëzohet. Avnidarit. Se nuk kemi ka qëndash ose Avnidarit ose Albulenagiu. Jo me ty, po me ata që ta kanë dërguar informacionin publik është u knosh të gish. Vërtet, a? Përbëj, vit vazhdo. Se stash që na kaluan kuën e Gallatës. Se dhe e ke pas në emision. Vit vazhdo me refugjit tregim se kanë bashkë me zgjedhje. Po kush e beson këto Ben? Po kush e beson këto është fatkeqësi për Kosovën. O Ben se beson këto naivi më i madh këtë vend, mos bëni ai gol. Po për dalim prej disave, paktën unë po arriti për i të sheshin qikusit. Absolutisht. Absolutisht. Unë po them që shquara në zgjedhje është fatkeqësi për Kosovën, po të njëjtën kohë është fatkeqësi edhe për opozitën. Sepse opozita është e pakonsolidume. Absolutisht. Shumë mirë e tha Zogjiani që lidhja demokratike... A mi shtre qofën? Pardon? A mi shtre qofën? Kush? Opozita. Me thot banë që dush, shkeli kushtetutën, zgjede presidentin kanë dush. Nuk po thom ashtu. Na krejt që jemi këtu